sot kafën e mëngjesit, duke ju uru edhe juve një mirëmëngjes të mirë, po e nisim bashkë me mua Aurorën me Lentiana Lutaj. Po e prezantoj kështu si një qikeri mas pare, një qik e bukur që merret me piano, po ashtu edhe me aktrim kohëve të fundit. Lentiana, faleminderit shumë për kohën e konsiderueshme të mëngjesit që vendose me shfrytzu bashkë me neve, edhe që po shpresoj që s'ti kena anulu punë kështu na i sen. Jo, shqyqër, se mëngjesi për një më është gjëja ma e çmueshme për mu, edhe ka njëherë kur këm qaf i bo ato ritualet të mija në mëngjes, të me thonë, edhe pse shumë pak qona edhe mbjemu që herët mëngjes, po mënuna me shfrytzu në maksimum, sidomos kur t'lin dili, ose me shiju dilin e mëngjesi që ajo pjesa jam e ma favori. Bashkë këtu kesh të dashtë me dojnë, që që njësë mëngjesin ti zakonisht? Më thash ma herë që sidomos që të kohët e fundin ka ra te për shumë pak më uqu mëngjes, edhe me të kalëcu drejtën kish marrë malli pak më uqu mëngjes edhe mi po bukurit e mëngjesit. Po, ja, për një me, mundona më uqu sa ma herët, edhe me, si dy që më duke që kur zhona ma bona e nërvës, e të më dita s'më shkën heq produktive, më duke që s'kom bo kur gjë. A kur qona herët që shtu ka ndhejt, diçka një ndhejt, atër është pak ma mirë. Do me thënë, ti nuk je ajo vajza që je me atë jargonin që nëse qosh herët, dita ka me të shku ma mbarë. Në një farë mënyrë e shkën, valla. Vallaj po, edhe pse nashta s'na vjen mirë me pranu, po shkën, dyqysh edhe dita shkën ma mirë, edhe pse na thojnë jo përse u lëdhe, mëse diçka, dhe me nëzise prisim orën 5 me pushu pak me bo një nep, ama mundona me shfrytzu në maksimum, sidomos edhe në varet prej periudhët dhe të çfarë kohë jam, për shembull tash verës, që e di që nuk kam shumë angazhime dhe nuk po lodhna shumë, rri deri ndoshta në 3 mramjes në 4, po prapë çona herët mëngjes se jam veç e pushueshme, edhe me thonë, mundona me shfrytzu edhe pjesën e paraditës edhe pjesën e masditës perfekte. Qysh ka njës gjithë shka me piano, qysh ka qenë qefi kur ke qenë e vogël, ose nështë ma vonë ka ardhë vetë jo? Për piano, s'dion kurse moj men vetën që akum bot para pianës, si që akum njësë në moshë te për shumë të re, edhe gjymë toke që në këtë jetam ka shku veç të marrë me piano edhe me aktivitetet tjera, of course. Po, normal si këtë fëmijët që kanë pas, do me thonë, dëshirën për me lujt me një instrument, të dhonën një që ashtu, kom pas dëshirë për me lujt një instrument, prindrit më kanë qu, më kanë përkra, më kanë qu shkollë, tani gjithashtu edhe profesorishat më kanë imu me pas ma shumë aktivitetet, ndryshme, dhe do me thonë, kanë qu në për gara, dhe sene, që one veç me qenë ma aktivizume, edhe që shtu më ka me të ndorë piano, të dash me perfekcionu ma shumë, deri sa të shojmë kur me studiu një shkollë për piano, është e letë? E jena mësu gjithmonë ato ankesat ma të mdoja të studimeve akademike i kemi nga arkitektat, nga mjekësia, por na trego pak për pianon. Shumicën e kohës ku bisedoj edhe me shësnin që janë jashtë pianës, po që i kom taku shkollë të mesme që kanë qenë për një instrument, ose kështu, kitë thojnë që për muzikë njerëzve ju duket shumë e thjeshtë, po në fakt nuk është gati më me thonë ma vështirë se me studiu mjekësi, që mjekësi ki punë me njerëz, apo dhe me individa, muziki punë, do më thonë me qatë instrument, do duhesh me studiu thellësisht krejt me teknika, me praktikë, me krejt është. E ka ato sfidat e vetat pa përshkrushme, që veç ata që e studiojnë e din? Po, valla, bashkë është. Më më thonë, peca tonë e tëmë që s'ka profesion që nuk është i letë edhe si cilë e dojnë për kushtimin e vetë, si cilë e dojnë, do më thonë, punën e vetë, edhe normal që kur të punën edhe arrinë një sukses, po nuk duhet përdorzu edhe duhet me vazhdu me punu. E vërtet. Sa kohë të konsiderueshme gjatë ditës i kalon kështu në piano? Përveç shkollës, kështu në shtëpi po besoj e ki pianon, e sa kohë kalon? 3-4 orë, veç në shtëpi, limo në punë. Okej. Për ushtrime, valla me të kalzu drejtë së shkon dita pa ushtru piano.
u bo pjesë e përditshme tashe, 13 vjetë, 14 vjetë, edhe nuk di pa muzikë s'moj me funksionu. Nuk mëj me funksionu. Nështë ajo veç piano, muzikën përgjësi? Edhe mu ka mësu vesh dhe më thonë nëse një ditë shkëm pangu muzikë të pak të në lujkejt. Bosh nervozë, flishët dita. Halo se di që reagoj, po se kom provu vetën dhe rinë qatë pikë, shtë që ngoj muzikë janë kërë, janë kafe, janë gjithë kohë, shtë që... Po flasim edhe së fund me para prakish duke pi kafe me Lentjanën, më ke të regu edhe për këtë pjesën që e ke pas një koncert së fund me dhe në Paris. Na dërgo pak për këtë pjesë. Qysh është, po mirësh edhe me këto aktivitetet e promovon punën tonë dhe profesionin tënë që e ke zgjedh? Po, s'fund me kur kam qenë me një vizitë në Paris, e kum po filmin e Kavajt atje, dhe unë mas parti nuk e kum di që ata po mojshin dhe koncerte në atë showroom, se zakonisht firmat e pianos shesin vetëm piano elektrike, piano të lyfarllojit, koncertale, piano të murit e kështë në me radhë, edhe unë po shkoj edhe për provoj këtë pianot aty rene dhe po ma japin ata një vizitkart, edhe unë e peshë që është edhe pjesa po mojshin edhe koncertet, se tani pivrej edhe postera që i kishin qitë e sane. Edhe mu s'po më shkon me një hes, një artë isha kur s'ka me performua, aty se të shadin ku me ditë sa pianisa të shkojnë aty dhe ljujnë, edhe sa të mirë në ashtë duhet me qenë, nëse me nësha që janë, po edhe me nësha që janë veç vendor, ata franqat, më thonë që shkojnë edhe atë me maj koncert. Edhe masi që ku marrë këtë, dhe më thonë mas 2 muaj e 3, dhe që kisha programin gati edhe thash, pse jo mës me provu, apëten me ju shkujt masi ketë, veç ma japin edhe veç në telefon e ma isha, dhe isha pa shku, s'ka me hek për telefonit. Ta shë ke hek? Se ta që e konë? Ta shë kom kry. Edhe, dhe më thonë, po, ju shkruva edhe vukon këzja një procedure gati, dhe më thonë, mi u që CV-në, biografinë, natyresht që edhe programin e këtot, edhe ka qenë koncerti, dhe më thonë, ma as ndër bre nuk e kom ndërru, apëtin se mëj me thonë e kom ndërru një koncert, për shamë dikon jashtë Kosovës, kështu ofër, dikon komajt gara e koncerte, po dyqysh bashkë që atje, kur, dhe më thonë as ndër, as në përmenë së më ka shku. Po, dyqysh vullneti dhe dëshira dhe që ato që dënë e bënë, që kjo është, dhe më thonë, edhe në dashta me bo, edhe arrita me bo. Tash që ke arrit këtë ndër të pa ndrume, që të themi kështu me një farë mënyre, me që vetë ke mendu që nuk mundesh me arrit, se ke para mendu vetën në Paris me performu me piano, tash qysh njëhësh për këtë arritje. Tash i ki ndrat halemanalt. Po, normal, tash të po mundona dhe me... Po, normal, se kur të mësohesh, me diçka dhe din që ka shku mirë, atër thu që okej, apë din moj me përgatit diçka edhe këto, pastaj me ideja të reja, me shpëdi. Dhe me thonë, po menoj prap me shku dikon, po njëherë më duhet një pushtet. Po. 2 muaj është mirë. Me u shkri. Lentjana të rego pak për këtë pjesën kohëve të fundit, që disa kohë jëmë po fakt, që je pjesë edhe aktrimit. Një zhanër krejtësisht ndryshe, po që hinë në këtë pjesën kreative të profesioneve dhe aktrime dhe që është kogja sfidus, që e ke kalu te. Në të ko projekte cilat ke marrë pjesë në ke qenë në projektin Bashkallajk, mande edhe disa tjera? Po, zëtë kam shumë kujtime të mira, stresuse, dhe me thonë, prap të mira. Se stresi i pianës është ki tjetër qka. E dyqysh qatë stres të njëjtën, veç se isha mësu me e pasë edhe në aktrema, dhe me ka mirë aktone, veç se isha mësu ma për para, po, dhe me thonë, vetë që ajo dhe të në 5, 4, 3, 2, 1, klopa, dhe me thonë, që të ke për toke, kështë. Edhe, okon, a vetë kështë shumë interesant tekstet, ja harë isha tepër. Sa e pështirë ka qenë, po më do këtë pjesa ma sfidu se ka qenë për me white man tekstet. Tekstin së shumë kom pas ku me di qëfar teksti me mësu, apë dhe nëse diçka se zakonisht rolet i kom pas me piano, ose kështë,
Po, për një me u konë pjesë sfiduse teksti, se muj me thonë që asë njëherë se kom thonë fjallin qysh është atë në skenar shku me prej fillimit deri në bare, mos do të me bo me kata ose diçka. Mo jo, edhe këta ja kom dalë shumë mirë. Edhe njerëzve ju ka pëlqy këgja shumë. S'po di qa me thonë, po, do me thonë, më pëlqen se qëto pjesë e artit i konsideroj të njëjtë, apëte nuk i konsideroj ashtë adin që tash aktrimi është dik tjetër, apëte s'muj me bo, ose diçka, onë tash ka të stresin e njëjtë dhe punën e njëjtë, për kushtimin e njëjtë dojnë si të dyjat, edhe muzika dhe paka shumë këtë artit, edhe normal që jënë shumë veçanta dhe i vlerësoj shumë. Çka të ka pëlqyer në rolet të tua që i ke pas në seriale ndryshme? Më me thonë që ka qenë pak ma ndryshe, se që jena mësu me pa, për shambull, të serialet, për shambull, shumë mirë që u inkuadru piano në këto seriale, normalisht edhe për me promovu qoftë vetën, qoftë edhe instrumentin, po edhe njerëzve ju ka duk interesant me nëjë që kur e kanë po apitin që edhe me një shpis, nuk është kur gjë me pas me një shpi, për shamo një piano, ose diçka. Edhe po, tani të jeta në qift, kum pas për shamo rolin e mësusës, dhe më thonë pianës, që ato e ushtroj edhe njëtën e përdisme, pasi jam pedagoge pianës, edhe është mirë me ushtru, edhe është mirë edhe një fëmijë, po edhe është mirë që edhe fëmijët me u aktivizu edhe me ushtru piano, me ushtru një instrument, është shumë mirë. Unë për shembull jam di shumë e veçantë kur njerëzit kanë thonë që a din piano, a din, diqysh, do në kam qef piano, a vetën, diqysh, s'mu ka duk shtë mu diçka interesant, po tu e menu, tani, kom thonë, a vetën që okej, është mirë të paktën me ditë një instrument. Na trego pak ti si qik e re, merresh me zhanre të ndryshme dhe nuk ndalesh dhe kja ambicie shumë edhe mundosh tregove para praktikisht edhe je pedagoge, mësuese e pianos, po ashtu studion për pianon, po ashtu aktrim, gjithçka kështu në gjitha zhanret. Ke shumë vullnet për punën edhe don punën për shihet. Keni mesazh për qikat e reja? Sot janë nështë pak më ndembelje ose jo në të gjitha aspektet, por mos t'i shtina në lisë krejt. Jo, kështë s'po di qa me thonë. Normal që gjithmonë është një arsye për me vazhdu apo dhe me punu, edhe one kum gjetë që ata, po nuk duhet kur me thonë jo për diçka, edhe s'po di, veç me vazhdu. Veç me vazhdu diçka që te e dojnë. Edhe nësë është në ashta një profesion ma i pareqme ka me buja reqëm. Mendon ti. Qashtu është. Na tregoj Ljen pak për pjesën kur ke qenë me vogël. Paraprakisht duke bisedu, duke u bo gati, na tregove që je mirë edhe me balet. Edhe një pjesë tjetër kreative e profesionëm, nështë nuk e ke dashtë me vazhdu si profesion, me gjithatë është një sport cilin shumë qika e ndjejmë randa vetës edhe kur të rritën, edhe kur nuk e vazhdojnë ma, ju vetë që sheni konë si fmi. Si Ljen e vogël. Me të kalëzhu të dritë si e vogël, kom pas që dëshire me vazhdu balet, po në baletën e kom përfundu 6 vjetë prej moshës dikon 19, prej moshës ma shumë se 15 vjeqare. Do me thonë, kom qenë këgja e madhe kur ja kom fillu baletin klasë parë, se e kena themelu gjeneratën e parë të baletit për fëmi në shkollën Prenkakova. Edhe, do me thonë, na kena qenë në nxansat e parë, të asoj gjenerate, edhe më ka ro këgjë shumë e madhe me ushtru. Po nisan e mirë që më ka mirë për baletit, është një në kanë qenë format të trupit. Ane e kom pas, do me thonë, si fri nuk është që kom qenë shumë ndosh, po do me thonë, kitë pjesë të trupit që i kam, stash i kam prej falë baletit që kom ushtru. Kështë që ja di shumë kështë për nërë që kom ushtru balet. Më pëlqen normal, unë vetë vlohën e kam balerin është të trup, komtarës të Kosovës,
baletit kombëtar edhe po, normal, edhe shpesh më vjen kështu adin me ushtru e lëvizjet aloj mojnë me në krejt, po nuk e ushtroj si profesion se tash të jam të market me diçka tjetër edhe shumë i mirë edhe shkoj për cilë shumë shfaqe në teatr kombëtar, por unë nuk mira ma, se e kom kry ato që kom dash me përfundu edhe, po normal, e kom përfundu edhe t'i kallzova të mira që mi kalon. Lentiana, flasim pak për Lentianën si karakter, qysh është Lentiana jashtë profesionëve, jashtë qefëve, jashtë ambicjeve, qysh është si qik në përditshmërinë e saj? Se tregova ma herët që thedhon jam dembele. Për shembull, po, normal se edhe se cëllë e dën, adhen për shembull thot s'pënina mirë, apo den që ditë edhe nuk muj me vazhdu, edhe po gjithmonë e gjen motivin dykon edhe më fillon. Edhe njëjtë edhe unë e kam për shembull ditën e nisë si tash mundona sa ma herët, se nëse zgjona shumë vonë, duke që këtë dita mrapshtu të shku edhe bëna nervës që s'kom bo sen. Se kjo më kam metë gjithmonë avdin se duhet me imbri krejt. Për me imbri krejt duhet me akushtu kohën tani edhe vetës, ose duhet me lënë pak anash vetën për me imbri dësen e tjera. Ndëri vonë, dhe më thonë, e kom pas qëtësa problem se nuk u përkushtesha shumë vetën, veç piano, adhen ose veç me shku diko, nëse veç me bu diçka. Po, qëtash e kom pa përdin që adhen ka dalë se duhet pak edhe vetën me këqyre sa në vene, edhe ko, dhe më përkujdesna shumë për vetën, dhe më thonë bëj meditem, dhe më shkej fitness, mirëna, me ecje, hiking, ka njëherë. Edhe pjesë e sportit ishte në kështu në përditshmërinë tonë dhe për me pas edhe një ditë ma produktive dhe një shnetë ma të mirë, përse jo? është e rëndësishme edhe kjo për vetën edhe pak për me largu mendimet edhe pak me thya të rregullin e jetës atëfar orarin e përditshëm se gjithmonë jam mësu me punu me orar, adhe pe qëtoj ore deri qëtor kam ushtru, tani mandina kam i bu qëto, tani mandin qëto, jo, duhet me thuj se nuk shkën gjithmonë apo dhe veç me orare dhe veç me rutinë. Qysh eshe Lentianti kështu nga syriot jetën në Kosovë, dhe më thënë sa janë të dhone njerëz për këtë pjesën artistike edhe të profesionëve artistike edhe pse sot janë në numër më të shumët, pa tjetër, por që ke vizitu po ashtu shumë vende dhe ke po treguve vetë shumë Paris për mes një vizite edhe ke po që mundesh me bu edhe një shfaqje ose një koncert atje në Paris, kështu që qysh eshe këtë dallimin? Qëre deri vonë edhe tash menoj kur nuk kom menu negativisht në këtë aspektin e përkrajës të profesionit tam. Dhe me thonë, gjithmonë edhe pse deri që tash kitë vetë me mundësit e mija që kom arrit i kom bo, ka qenë natyrisht vullneti jam për mi bo ato, edhe i kom arrit, po kur asë njëherë nuk më thonë që adin tash të venis për dënë, si diçka jo kër, aveden, bile për kundra, zi gjithmonë i kom po ato të mirat edhe përshë që njerëzit po shkojnë shumë në për koncerte, në për festivale, për i përcjellin, që kjo është shumë sa një mirë, edhe që po gjenë ko, po duhet me gjithë ko, si do mos një pas dite ose diçka për me ardhe, për mi pa koncertet se është edhe një mbështetje për neve, sepse na jetojmë për publikun edhe ata kënaqen për neve. Do më thonë, është një farë rrethe shumë që do më thonë, na kena nevojë shumë për njërin tjetrin. Edhe, do më thonë, atje jashtë, adhe kom pas publik ekstrem shumë, edhe sistemi atje ketë ma ndryshe se këto, edhe kitë ku ti thëjsh, avdin që, do më thonë, vendosësha posterat e kështu thëshin, adhe, këto e vlerësojnë shumë muzikën, apo edhe kime pas shumë publik, se ta shti për pas organizimit, unë e kisha problemin edhe a ka me dikosh me ndëgju, ose jo, adhe se varët edhe prej venit qyshe, unë e desha që atje veç vlerësohet, apo
vden edhe e desha që atje është, më thonë, ke diçka ma ndryshe, po edhe ata ma jep që një përshtypje po kena më ardhë me të dëgju, apo den sa mirë, po edhe publiku ka qenë ekstrem shumë i mirë, edhe këtë në fund ma urunë tani ku shpërnda edhe CD-at e albumit që i kom bërë sfundmi, edhe po ju ka pëlqy ekstrem shumë. Për ndrysh i kom lytë edhe 2 pjesë të kompozitorëve shqiptar atje, kështu që ka qenë tamam ashtu promovim i vend, shkëlqyshëm i vendit atje dhe kur e dishin që për Kosovës, edhe njefshin edhe shumë njerëz këto edhe më ka qenë shumë mirë. Që kalon Lentiona verën? Je person i verës e do në sistem pak ma shumë se tjerat? Me të kazu drejtën për se cilës tim këm qef diçka me bo, edhe normal edhe verën këm qef me shiju në ekstrem shumë, si do më detin e këtu, edhe pse ma shumë këm qef kashtatorin me shkundeti, pse më pëlqenë që ashtu ma shumë, nuk është edhe shumë vape madhe, edhe, po zakonisht po, qëto deti me shëqni, po, më pëlqej ma shumë natën, të më thonë, me shiju verën, s'di pse më pëlqen në balkon të emin, këm qaf atë me dëgju muzik, me lexu naj libër, ose diçka. Është shumë fun për mua dhe knasna. Edhe yjet për t'i shështë natën për një zona ekstrem shumë, edhe... Te po folë për qëto pjesë, po, për librin, për yjet, për muzikën në balkon, natën, verë. Lentiona po të falendroj shumë se na metëm edhe pa i pi kafet faktikisht, edhe po i vazhdojna kafet na kështu të mëngjesit, e kena marrë një kohë të konsiderueshme ta ndem, po shpresoj që jemi kënaqur bashkë, unë për vete e shijova, kështu që faleminderit shumë edhe një. Faleminderit shumë edhe ty, edhe ke kënaqësi shumë e mirë. E ta shpejti po shpresoj kena me të po me një vend tjetër, mas Parisit. Inshallah.